Përshëndetje, mirëmëngjes nga Arena e Demave, nga unë Pap Kodra. Sot do të nisim me një transmetim vërtet maraton me dy super sfida, duke nisur nga sfida e parë 17 vjeçar përballë Skënderbeut e më pas 18 vjeçar në orën 12 përballë Skënderbeut sërish, por dy sfida të ndryshme, dy sfida me objektiva të njëjtë, me Partizani që do kërkojë pra fitoren në të dyja grup moshat. Sot skuadra Algert Hurdës ka synimin e vetëm për të vazhduar këtë ecuri fantastike të nisur që nga java e parë. Tashmë jemi në javën e 5 me 4 fitore radhazi, me shpresën të vazhdojmë të bëjmë edhe fitoren e 5 edhe të ndjekim hapin e sezonit që lam pas, pra duke sigura plot 23 fitore dhe 3 barazime. Ndërkohë që Skënderbeu pra në këtë grup mosh momentalisht nuk e ka nisur mjaft mirë, pasi ndodhet në vendin e 7 me 4 pikë, me 6 pikë në 4 ndeshje pra. Ndërsa Partizani kryeson tabelën me 12 pikë të plota, duke sigluar plot 16 gola shënuar dhe 6 të besuar. Skuadra e dytë në akademinë e Partizanit me shumë gola pas skuadrës 17 vjeçarëve. E megjithatë, kjo nuk thot asgjë, pasi kjo sfidë do të na sjellë shumë emocione. Skënderbeu gjithmonë kur ka ardhur tek Arena e Demave, ka qenë skuadra që ka kërkuar të bëjë surprizën, por përballë ka një skuadër shumë të kompletuar dhe më fort se kur, si shikoni në startin e formacionit startues, pra kemi Dion Vatën dhe Elson Himallarin sot që do jenë gatshëm për të dhënë kontributin maksimal në këtë sfidë pra. Ndërkohë që pa hezituar një formacionet se dyja skuadra duke filluar nga Skënderbeu, skuadra mike pra drejtuar nga Kledi Larti, 43 vjeçari në port. Kemi me numër 1 Zaimaj, me numër 2 Mata, me numër 4 Grabocka, me numër 5 Laze, me numër 6 Tahirlari, me numër 8 Osman, me numër 11 Laloti, me numër 14 Binishte, me numër 17 Çaçellari, me numër 22 Myteberi, me numër 77 Munjollari. Ndërsa Partizani pra i drejtuar nga Algert Hurda edhe i asistuar nga Eldi Thaka vjen me këtë formacion. Në port me numër 99 Ersi Maloku, me numër 2 Lushaku pra. Kemi Floriani pra, pasi ky kor fantastik rënqedhës se i djemve tanë. Pra Florian Lushaku me numër 2, me numër 3 Nikola Hykolari, me numër 4 kemi Marin Tashon, me numër 6 Dion Vata, me numër 8 Odisea Gjati, me numër 9 Kleron Lalusha, me numër 10 Elson Himallari, me numër 11 Alban Hitaj, me numër 14 Erion Shkëmbi dhe me numër 23 e kemi Artur Aliajn. Një formacion pra që vërtet shumë i frikshëm dhe me shpresën që kjo skuadër do na dhurojë shumë emocione sot, teksa ky takim do drejtohet nga kryesori Sokoli, asistuar nga Kolleshi. Jemi në pritje të update-it të gjyqtarëve tjerë, përpasi momentalisht në sajtin e FSHF-s kemi vetëm këtë trup gjykuese, ndërkohë që delegati i takimit do jetë Neritan Koçi. Gjithçka gati, vetëm një moment si gjithmonë nga porta e majt, e cila ka shfaqur gjithmonë probleme, është porta që merr më shumë gola, goditje, edhe si në çdo ndeshje do duhet të rishikohet dhe të merret një kujdes i veçantë, ndërkohë që punëtori i fushës së Partizanit po kujdeset në detaj për të mbyllur edhe këtë problem, le të themi teknik të vogël. Ndërkohë që Estuna ka nisur në mënyrë më të bukur, pra në akademinë e Partizanit kemi siguruar plot 3 fitore, kemi shënuar shumë gola, nuk kemi mësuar asnjë gol. Pra duke filluar me skuadrën e 14 vjeçarë që ishte në transmetimin live të Partizanit Channel, pra që fitoi ndaj Shënkoll me 7-0, e më pas 13 vjeçarët me 2-0, ndërsa në Arban ishte skuadra 16 vjeçare që poshti Dinamon, pra me rezultatin 0-2. Plot 11 gola shënuar në 3 sfida, 0 pësuar. Fantastike kjo ecuri, kjo nisje në këtë fundjavë, shpresoj që të vazhdojë në këtë mënyrë. Pasi skuadrat tona, sidomos skuadrat që luajnë sot pra, kanë vërtet një potencial të lartë. Kemi edhe skuadrën 15 vjeçare që luan në Shkodër,
do ta mbajmë gjithmonë të sinkronizuar dhe do t'ju mbajmë gjithmonë informacion pra çfarë ndodh në Shkodër. Skuadra Julian Kaçës do synoj të rikthehet tek fitoria. Por ka nisur këtu në Arena Dema me topin e parë të Partizanit si gjithmonë në kërkim të aksionit të parë kërkues, në kërkim të aksionit të parë rrezikshëm dhe pse jo dhe golit e shpejt, siç i mësuar shpesh Vata. Alushaj, lëvizje e bukur, Hitaj provon ta ketë në kontroll për një çast tashmë gjati. Vata edhe një herë. Topin e djathtë të Lushaku. Himallari. Hykollari. Tasho tashmë. E kalon të majt. Shkojmë lëvizje e mirë tashmë, Alushaj, gjati, rrotullohet, krijon hapësirën, ka Vatën pranë, ka në kontroll Vata, edhe një Aliaj. Kliron Alushaj. Shkëmbi. Provon thellësi Shkëmbi. Kërkon pse jo një crossim, ka fituar vetëm një herë vjenësore. Pra vazhdon në këmbgulja, dëshira skuadrës tonë, me topin drejt zonës ku ndodhet gjati, tashmë Alushaj. Një prekje lehtë për Hykollarin, i cili ja dërgon Vatës. Aliaj. Prapa tek Tasho. Shikoni skuadra jon e pozicionuar plotësisht në gjysmën fushën e skuadrës Skënderbeut. Çarkullojmë lojën, kalojmë nga e majta në të djathtë, e tashmë kemi kaluar tek Ersi Maloku. Tasho. Shkëmbi. Topi për Alushajn, ndërpret për një çast të mbrojtjes i Skënderbeut, por është Partizani që arrin të rekuperojë. Gjithsesi e humbasim kontrollin dhe provon Skënderbeu me një kondicion të shpejt. Alia ndërhyn sakt. Edhe një herë Alushaj. E kanë Korçarët, Myteberi. Cacellari. Provon Cacellari mes dy lojtarëve, por nuk ka arritur ta ketë në kontroll, duke dorëzuar thjesht në një revjenësore për Partizanin. Hitaj, Vata. Topi drejt Himallarit. Nuk ndërpritet siç duhet, tashmë Himallari provon zonë, gjithmonë Nelson Himallari ka të djatën, le të shikojmë goditja dhe topi që mbet në zonë ku gjati mund të arrijë. E godet me forcë, bllokohet tashmë është Vata, edhe jep për Himallarin. Nuk arrin as Himallari gjithsesi që ndrojnë përpara, këmbgul Vata, mjaft mirë, por për një çast ndërhyn dhe mbrojtësi i Skënderbeut, duke larguar tashmë drejt zonës ku ndodhet i vetëm lojtari me numër 24, që në protokoll nuk na rekordon, por me shumë mundësi është Binishti, lojtari me numër 14. Gjithsesi provon të lërë gjurmë shumë shpejt të rrezikojë skuadra kuqe. Ishte Himallari, Vata dhe gjati. Treshja e zakonshme. Aliaj. Kuptohet ky pasimi Aliaj jep mundësi dhe mbyll gjithçka Lushaku. Meqenëse e kalon në zonën ku ndodhet Hitaj, tashmë Himallari. Nuk e arrin dot të sinkronizohet kontrolloja të to, por gjithsesi provon Partizani ta marrë në kontroll dhe bën mjaft mirë Alushaj për një çast. Laloti. Osman. Edhe një herë Cacellari, mbyll gjithçka Tasho, provon Alushajn, është dhe Hitaj aty. Vata. Meqenëse Ersi Maloku, i cili e kalon tek Tasho. Nikola. Niset Hykollari. Është një mod i ngrohtë sot në Arenën e Demave, që po lejon të zhvillohet një sfidë e qetë, normale, me kushtet optimale. Me shpresë të shohim gola, një shkëndijë e vogël e tham para pak çastesh. Por mbi të gjitha, i shkojmë një ndeshje mes fair play dhe larg kontestimeve. 5 minuta kanë kaluar, luhet e 6 tashmë. Ky top në thellësi për Lushakun që vrapon shumë, por e ka të vështirë.
Pra rivënia fundore që niset me shpejtësi, me Korçarët që provojnë top të gjatë të thellësi në një zonë ku Tasho e mbron dhe kalon me thjeshtësi tek portieri Ersi Maloku. Edhe një herë marrin Tasho. Shtim përpara, ngren kokën, një pas e thjesht për Gjatin. Nuk arrin Gjati, po provon të rekuperojë po vet. Allushaj ushtron pressing dhe bën mjaft mirë pasi e detyron në lojtarin e Skënderbeut Mytëberin ta tërzojë në një rivjen anësore për Partizanin. Shkëmbi. Aliaj. Me qëtësi pra. Mundësia e Skënderbeut. Një goditje me hershme të Portës, shumë larg kuadratit e Lalotit. Provoi befasin Laloti. Ishte kjo shkëndija e parë e skuadrës së Skënderbeut gjatë këtyre 7 minutave. Më shumë e ka pritur Partizanin. Pra ka nisur edhe në Shkodër, është minuta e 5. Në letër duket një ndeshje lehtë për skuadrën Julian Kacës, por shpresojmë që të marrim rezultat pozitive edhe nga Shkodra. Po le shkojmë te mundësia, Lushaj Gjati shikon zonën krosimi drejt qendrës, aty ku Himollari mund të godas gjithmonë Nelson Himollari çlon të djathtë, goditje më hershme. Topin gjitur me shtyllën. Çfarë mundësie? Nuk është këmbë e tij e preferuar, por e provoi. Nuk i qenë se edhe vetë mbrojtësit e Skënderbeut i ruajnë shumë kohë së majt, por këtë herë provoi me të djathtën Himollari. E tashmë Skënderbeu i top drejt Lalotit, ndërhyn Lushaku. Edhe një herë një do luftim mes Himollarit dhe numri 2 Mata, rivjen anësore përket Skënderbeut. Një tjetër mundësi pra, një tjetër shans për të kuq që regjistrohet në minutën e 8. Tasho. Një prekje lehtë për Shkëmbin. Aliaj, mjaft mirë Gjati tashmë. Krijon hapësirën e dërgon tek Shkëmbi. Nuk arrihet ky pasim për Allushajn, Aliaj. Gjithmonë Artur Aliaj. Shkëmbi. Kleron Allushaj. Një top mjaft i bukur drejt Himollarit në limite, por preferon të jap kohë, por nuk ka kohë. Ky top shkon në fundore. Nuk provoi Himollari me të parën. Krosimi ideja ishte mjaft e mirë Allushajt. Tasho. Maloku sërish për marrin Tashon. Hikollari. Tasho. Gjati. Lëvizje mirë e Tashos dhe ky pasim i thjesht drejt Ersi Malokut. Vata. Himollari. Aliaj. Hikollari nisë Tashon, dal nga dalë skuadra kuqe, vendoset mirë në gjysmëfushën e Skënderbeut për të krijuar një aksion të rrezikshëm, por edhe skuadra korçare është treguar vendosur në disa aksione të gjata, por që Partizani ka rrezikuar më shumë në 2 momente, pra, në 2 episodet ishte Himollari, por gjithashtu dhe një goditje e menjëhershme e Vatës, e Gjatit, falni, që u bllokua nga mbrojtësi i Skënderbeut. Por që janë shumë pak për një skuadër që ka vërtet shumë potencial. E gjithsesi vetëm minuta 10 ka kaluar, e luhet minuta 11, ka shumë lojë përpara. Dhe edhe një gol e bënte mjaft të bukur dhe të hapur sfidën.
Vata. Hykolari. Himallari dashma. Edhe një Vata. Aliaj. Shkëmbi. Edhe një provon në Crown Shkëmbi, kupton gjithçka numri 9. Lushaku, Himallari. Laloti kupton për i ças, por mbyll me saktësi Partizani. Edhe një herë, Lushaku për Himallarin. Shikoni një top mjaft i bukur për Gjatin që mund të provojë të parën. Eziton dhe Gjati gjithsesi arrin në limitë dhe kroson në zonë drejt zonës ku ndodhet Lushaku. Godet mirë Lushaku. I jashtë kuadratit. Kërceu me shumë elegancë, por shënjestrimi nuk ishte më i mirë. Ndërkohë Gjati motocrossi në limitet e vijës fundore bëri mjaft mirë dhe Odisea. Lushaku provon vetë dhe bën mjaft mirë. Hitaj. Gjithmonë Alban Hitaj ka fituar një goditje dënimi. Është goditje dënimi për Partizanin. Në një zonë vërtet favorshme për të provuar me Himallarin. Do duhet të ndërhyrja më hershme. E miku të skuadrës pasi kemi Alban Hitajn. Që ka mbetur i dëmtuar pas atij dueli. Bëhet gati Partizani me Himallarin. 3 lojtar janë vendosur në mur, do të jetë ky një crossim apo një tentativë drejt portës. Është një pozicion i preferuar për Son Himallarin, gjithsesi le të shikojmë çfarë do të sjellë. Niset Partizani, është goditje drejt kuadratit, shkon shumë larg, shumë lart. Nuk është i kënaqur as vetë Himallari me këtë tentativë, me këtë goditje. Duke qenë se i ka dhe vërtet shumë precize në pjesën më të madhe. Një top i gjatë drejt binishtit. Himallari. Vata. Mbyll numri 4. Kapiteni Grabocka. 15 minutë. Është Partizani që ka marrë fjalën, por akoma nuk kemi parë golin që do ta bënte akoma interesante edhe këtë sfidë. Goli nga Partizani pra. Shkëmbi. Tasho. Hykolari. Vata. Topi gjatë, i mirë, drejt Gjatit Odiseas. Në vështirësi, por arrin Odisea Gjati, ka përballë 2 lojtar dhe nuk dorëzohet. Aliaj. Vata. Himallari, kap sirën goditëse, dërgon tek Lushaj, por nuk shkon ky top. Fal dhe ndërhyjes së mbrojtjes së Skënderbeut. Tashmë Tasho i vetëm përballë portierit dhe dëron ta kaloj tek Maloku. Lushaku. Shikoni, kupton gjithçka. Lojtari Skënderbeut madje arrin ta mbaj brenda vija Mata, por vjen kjo ndërhyrje e Hykollarit e menjëhershme. Dhe shumë saktë mbi të gjitha. Vjen ansori përket Skënderbeut. E luan shpejt Mata. Provon të mbyll Vata tashmë, por nuk arrin, është Osmani.
Është këndore pra. Këndore e parë i përket Skënderbeut në këtë takim. E bëhet Osmani gati ta krahasoj drejt të një zone ku afrohen disa fanella të bardha pra. Ose më saktë momentalisht në atë zonë janë plot 6 fanella. Një krosim drejt zonës ku grushton Ersi Maloku. Provon sërish Skënderbeut që ndërpara me Lalotin. Mbyll Hikollari. E dërgon dhe zonës ku ndodhet Edson Himallari. Një duel i fortë, por le të shikojmë faul në sulm. Është Binishti. Aliaj. Kjo s'përkat vlerësohet pa rregull nga gjyqtari Sokoli. Edhe këshillohet në këtë çast Artur Aliaj. Edhe pse një kontakt fare i lehtë, së pari ishte ndërhyrja drejt topit, më pas takat në të tilla raste nuk i japin përparësi, pra nuk janë në favor të mbrojtësit. Është një goditje dënimi për Skënderbeun në distancë largë dhe konsiderueshme. Ndërkohë që në Shkodër sfida është të bërë interesante 1-1. Ishte Partizani që ka kaluar me 11 metrash, pra tek 15 vjeçarat me anë të Avdylajt, po me të njëjtën mënyrë, pra me 11 metrash e ka kaluar, ka vendosur barazimin skuadra shkodrane. Vëmendja përqendrohet në arenën e Demësh, pozicion shloj i dukshëm, i qartë dhe i drejtë ky vendim. Një top i shpejtë i Himallarit. Ka hapësirën, ka fushën, do provoj, po i afron dy lojtarë më një herë të Skënderbeut. E dërojnë që ta kaloj pas tek Lushaku. Himallari, Vata, Aliaj, Shkëmbi, Alushaj. Edhe një herë Erion Shkëmbi, Aliaj. Nuk ani do të ta kontrolloj Shkëmbi. I top që dorëzohet në rivendansore për skuadrën mike. Pra gjej rast edhe një herë t'ju kujtoj rezultatet e arritura këtë deri në këtë moment, në këtë fundjavë, pra duke filluar nga dita e djeshme, kemi siguruar 3 fitore, 11 gola të shënuar, 0 të pësuar, pra. Është skuadra e 14 vjeçare që nisi e para ditën e djeshme, pra me fitore 7-0 ndaj Shënkollit, më pas 13 vjeçarët me rezultatin 2-0, sërish ndaj Shënkollit, njëjtës grup mosh, pra 13 vjeçarëve, ndërkohë që në e Arban, pra derbi i Partizanit, Dinamo City përfundoi 0-2 për Partizanin. Një top të Himallarit provon, por nuk arrin dot. Ndërkohë ditën e sotme kanë startuar dy takime, pra një në Shkodër e 15 vjeçare, Shkodra Partizani, ndërkohë që live tani po ndiqni edhe takimin e javës 5, pra të 17 vjeçar Partizani Skënderbeu. Ndërsa në orën 12 sërish një tjetër përballje mes Partizani Skënderbeu, por këtë herë për grup moshe 18 vjeçarëve. Ndërsa 9 vjeçarët janë pushim këtë javë, pra duke qenë se edhe Skënderbeu 9 vjeçarëve angazhohet në kompetencionin e Youth European League. 20 minutave para kaluan me 2 episode të Partizanit dhe tashmë Skënderbeu që po përpiqet të afrohet dal nga dal këtë zonë e Partizanit. Edhe ka bërë, le të themi, mirë deri diku, por Partizani tashmë ka mundësinë për të dalë përpara, si në këtë çast se Vata shikon lëvizjen e Hitaj, Himallari tashmë, e kërkon në Alban Hitaj, topi është për të, por mbyllet, kuptohet ky pasim nga Mata, i cili
Madje driblon mirë dhe niset, por vjen Vata me shpejtësi. Gjithsesi këmbgul Mata dhe fiton të financiore. Prekje fundi është Skënderbeut, des i përket Partizanit. Edhe një herë Mata, tjetër të financiore sërish për Partizanin. Niset Vata. I top drejt Allushajt. Mbyllet. Provon Shkëmbi. E ka në kontrollerin Shkëmbi, ka marrë goditje por riston. Numri 14. Aliaj. Vata. Hitaj. Gjati dhe Hitaj. I top drejt Allushajt dhe Gjati tashmë. Qëndron para Partizani. Lushaku. Vata. Himallari. Hitaj, Allushaj, mundësia për të hyrë në zonë dhe bën Allushaj me forcë dhe shikoni prekja e fundit është Skënderbeut, goditje këndi, barazot dhe numri goditje këndi 1-1, por që Allushaj provoi shumë që të krijonte atë momentin goditës, por i rrethuar, i izoluar nga mbrojtja e Skënderbeut e kishte pamundur. Tashmë le të shikojmë në këtë goditje këndi çfarë do sjell. Është Odisea Gjati. Cross në shtyllën e parë, Vata në rrëmuj, Lushaku provon largohet nga mbrojtja. Dy lojtarë kanë mbetur të dëmtuar për një çast të ngrihen me ngadalë të dy lojtarët të shtatlartit, pra Grabocka dhe Vata, por gjithçka nis me një aksion të shpejtë të Skënderbeut në kraj majt, por Laloti e ka të vështirë, gjithsesi arrin në limitet e vijës anësore. Osmani e dorëzon. Hitaj. Shikon Allushaj, topish për të, por nuk mori atë, le të themi, atë filtr që dëshironte Alban Hitaj për të shkuar tek zona e Allushajt. Laloti. Binishti. Topi drejt Çaçellarit. I ndërhyn në Hykollari për një moment. Duhet të ruajmë, kemi kujdes për mos shkaktuar fallë dhe zonë. Vata. Himallari. Lushaku. Me qëtësi Partizani. Edhe njëherë Dion Vata. Në zonë të ngushtë luajmë. Himallari për Lushakun. Tashmë është Hykollari. S'postohet dal nga dal loja në Kraun ku është, le të themi, më i lirë, por që duhet të organizojmë më shpejt. Alban Hitaj. Vata. Hitaj edhe njëherë. Topi për Vatën, mundësia, gjithmonë Vata vjen kësë përkat e lojtarit Skënderbeut që e heq mundësinë goditëse. E tashmë Lushaku me shumë klasë, me shumë fines. Provon Floriani tashmë Himallari. Mundësia goditëse. Godet në dy kohë portieri Skënderbeut. Një tjetër tentativë edhe pse distanca e largët e provoi të çlirojë të majtën Elson Himallari. Por gjithë të gatshëm Zaimaj. Marko Zaimaj, 15 vjeçari. 25 minutë. 0-0. Nuk mungon dëshira në radhë e Partizanit. Vlerësohet pa rregull kjo ndërhyrje ndaj Lalotit. Një faull në sulm. Aliaj me forcë. Këmbgul Artur Aliaj niset i vetëm. Aliaj shikon portën e godet, mbyllet nga kapiteni Grabocka. Gjati pretendon për diçka, gjithashtu shumë pranë, e lejon lojën të luajë normalisht me Skënderbeun që provon të ndërtojë një aksion nga krau i majt, ndërhyn për një çast Hykollari tashmë Tasho. Dhe bën mjaft mirë madje Hykollari duke ndërprerë atë korridor të top që po shkon drejt zonës së Lalotit. Financoj për këtë Skënderbeut.
Vata. Edhe njerë Partizani nga këmbët e Malogut për Ersit. Provon Partizani të dalë me Lushakun. I detyruar ta kaloj pas tek portieri Ersi Maloku me qëtësi Partizani. Janë minuta që kontrollojmë lojën, por akoma nuk kemi dhënë ato goditjen e pjesës së parë që jemi mësuar ta shikojmë shpesh te ky grup moshpa tek skuadra Algert Hurdus. Një gol i shpejt, një gol që do ta ndryshonte atë rrjedhën e lojës, edhe pse Partizani prej më shumë se 27 minutash pra vijon të ketë një kontroll të lartë topi, një dominancë, por tashmë mundësia për të bërë diçka. Himallari niset Elson Himallari futet në zonë, më pas vjen këndërhyrje e menjëhershme e mbrojtjes së Skënderbeut dhe dërgon në goditje këndër Partizanin. Edhe këtu kalojmë e përsipra në 2-1, por e përsia më rëndësishme e sfidës është goli dhe fitoria shkon me qëtësinë e tij kapiteni Odisea Gjati. Shumë retar në zonë. Gjati, krosimi fort i plotë dhe pa besueshme. Kërcen mbi të gjithë Hykolari, por nuk arrin dot të shqetësoj kuadratin. E kemi parë dhe herë të tjera pra Hykolarin të befasoj me kërcimet e tij, me goditjet dhe golat shënuar me kokë. Gjati me të drejt ka faul i përket Partizanit dhe vjen kartoni parë i verdh. Nuk pajtohen me këtë vendim Korçarët, por me të drejtë gjyqtarit i tregon që hapësira që kishte Gjati në rast se nuk do të ishte faul, ishte madhe dhe do të afrohej drejt zonës Skënderbeut. Ja shikojmë pranë topit është vet Odisea Gjati. Niset Gjati. Është cross i bukur te zonës e godet dhe shkon në duart. Ishte Himallari që provoi pari e më pas Hykolari në këtë duel me portieri ka mbetur i dëmtuar. $30 minuta. 0-0, por që Partizani nuk pajtohet lehtësisht me këtë rezultat deri në këtë çaste. Aliaj provon Hitaj. Largohet me forcë, shkoni edhe Aliaj, e mbron me shumë fanatizëm, duke fituar këtë venancore. Topi drejt Kleron Alushajn. Ndërhyn aty numër 22. Myteberi, edhe një herë Partizani, topi për sërish për Alushajn, i cili nuk ka mundur të vazhdojë me tutje, edhe pse kemi fituar këtë venancore. Por që po has vështirësi në mënyrën si po luan Skënderbeu, Alushaj rrethuar gjithmonë nga dy lojtar. Kërkon hapësirë, kërkon më shumë pasimet e gjata në thellësi, ndërkohë që loja në zonat e ngushta e ka hasur në vështirësi për lëshkëm të mundësi drejt zonës krosimi dhe shkon në këndore. Ishte Erion Shkëmbi.
E kanë studiuar pra mjaft mirë dhe lojën e Partizanin Korçarët, duke munduar t'i izolojnë në çdo çast. Gjati provon Partizani sërish, fitojmë dy luftimin ajror, por nuk kemi atë goditjen e duhur, por shikojmë këtë rrefshat. Allushaj nuk e ka shënjestrim, nuk e ka forcën, por që e provoj. Ndërsa po ju thoya që të gjitha dy luftimet ajrore jemi mbi të gjithë duke u sinkronizuar me krosimin, por për fat keq nuk po arrim të godasim. Godasim me forcë. Dhe mbi të gjitha në kuadrat. Aliaj Tasho e shoqëron, e dërgon tek Ersi Maloku. Gjithashtu por situacion nuk ka pasur shumë punë gjatë këtyre minutave përveç një momenti decisiv, një gushtimi, le të themi fantastik për mënyrën e izolimit dhe bllokimit të atij topit që po shkonte shumë rrezikshëm drejt zonës së Partizanit. Pjesa tjetër është Partizani pra duke shtyrë skuadrën Korçare në gjithë fushën e saj dhe ka bërë të pamundur të organizohet letësisht. Fallur Partizani, Himallari fiton një goditje të lirë, niset me shpejtësi nga Aliaj, por do respektohet të vendi. Tasho Hikollari Vata pasi më hershëm për Himallarin. E u mbet ndërhyn për një moment numri 14 Binishti. Tashmë është Maloku. Hikollari. Lëvizmir. Lushaku ka pranë Himallarin. Spostoi lojën të majt. Hitaj. Allushaj. Shkëmbi. Gjati, Himallari, mundësia tashmë provon dhe godetën gjitur me shtyllën e majt. Goditje potente e Himallarit. Rrezikshëm pra edhe një herë, por centimetrat. Gjithsesi Partizani në këto 34 minuta dukshëm me përsin dominancën në fush. Allushaj, mundësia nuk e arrin në momentin e duhur, gjithsesi provon Himallari, e dërgon tek Gjati, tashmë Vata, edhe një herë Partizani me Aliajn. Topi drejt shkëmbit, i afrohet edhe Hitaj, niset Aliaj, Hitaj futet drejt qendrës, gjithmonë Hitaj, goditje e fortë, por qendrore për portierin e Zaimaj. Ndërsa kemi hyrë në 10 minuta e fundit pjesës së parë. Me çdo kusht Partizani kërkon golin e avantazhit për ta mbyllur pjesën e parë në mënyrë më të mirë dhe më të drejtë. Për mënyrën si ka variuar kjo sfidë, pra zhvillimi i lojës, aksionet, mundësitë, goditjet drejt kuadratit, dominancën në fush, dëshira për golin e parë. Të gjitha këto pra kanë folur për Partizanin. Vata, shikoni lëvizje bukur, Gjati me qetësi tek Himallari. Vata, Himallari. Vjen momenti i goditjes për bllokohet Tasho. E kalon të majt tek shkëmbi, në vështirësi po e arrin. Hitaj. Shkëmbi sërish, është në zonë, provon pasimin për Hitaj, krosimi i hershëm për Allushajn, vjen edhe mundësia goditse dhe topi. Shkon në duart e portierit Zaimaj, provoi më një herë ta godas Odisea Gjati, por edhe këtë herë nuk kemi atë goditjen më të mirë të mundshëm në atë zonë qendrore, edhe pse nuk ishte lehtë për t'i dhënë një drejtim të duhur. E provoi në çdo mënyrë Odisea Gjati. I
Topi gjatë drejt zonës ku Hikollari preferon dhe e mirë kuptohet me Tashon. Vata, lëvizje spektakolare. Edhe kjo ndërhyrje nga pas, por e ka në kontroll Vata. Luan mirë. Dion Vata. Topi drejt Hitajt, mundësia për të zhbllokuar dhe për të shënuar, por heziton dhe humbet shumë kohë. Hitaj gjithsesi e ka vetë në kontroll. Lëvizje e bukur, e dërgon në jashtë, më në fund vjen ndërgjithësisht, pra nuk ka këndore, por fatkeqësisht do të thënë për mënyrën si e përfunduam këtë aksion kaq të bukur. Himallari. Gjithmonë Elson Himallari. Gjati. Aliaj. Edhe një herë. Odisea Gjati. Lushaku. Aliaj për Gjatin. Topi drejt zonës ku ndodhet Vata. Vjen kjo ndërhyrje më e hershme e Grabockës. Shkëmbi. E mbron me forcë, nuk I ndahet dhe lojtari numër 9. Por sërish rikuperon po vet Erion Shkëmbi. Himallari ka pësuar një goditje, një faul dhe një karton të verdh. Nuk ka protesta, ndërhyrje rrezikshme. Ndërkohë në Shkodër, lajmi I mirë vjen nga Partizani, 15 vjeçarëve Shkurti që ka shënuar. Edhe ka dhënë avantazhin Partizanit të Julian Kacës pra. Teksa luhet minuta e 2 shtesë, pjesë e parë pra, është Dejan Shkurti. Ndërkohë që siç edhe ju thash pak çast më parë, Avdylaj ishte ai që shënoi golin e parë për Partizan, ndërkohë barazoi Patalaku për Shkodranët, ndërkohë që Shkurti rikthen sërish avantazhin për të kuq. 3 gola në Shkodër në 87 minuta, ndërsa këtu akoma nuk kemi shijuar atë shijen e golit të parë të sfidës. Pra pas Binishit edhe Mata ndëshkohet tashmë. Shkëmbi. Hitaj. Gjati. Himallari. Vata. E godet shumë larg kuadratit. Tjetër tentativ teksa luhet në minuta 40, tjetër goditje drejt portës Skënderbeut, por nuk rezulton sakt. Tasho. Për Vatën. Niset Vata, sepse ka ngacmimin lojtarit të Skënderbeut. Provon edhe Çaçellari, ndërhyn Tasho. Mundohet ta mbrojë dhe arrin me sukses Hitaj. Vata. Himallari. Gjati. Edhe njerë Himallari. Kontroll mjaft mirë. Por fiton të fall. E kam parë, goditja është marrë në lëvizjen e parë me të drejtë gjyqtari, ka lejuar avantazhin për atë çast, në momentin që lojtari Partizan ka humbur kontrollin, edhe ka akorduar fall, shumë I drejtë. Në gjykim shumë I mirë deri në këtë çast nga trupa Sokoli pra, kryesori.
është Himallari dhe Gjati. Sërish Himallari, sërish shumë larg. Ka inkurajimin e trajnerit Albert Hurdha, por që nuk është i kënaqur me të majtën e tij sot Himallari, edhe pse nuk i ka munguar dëshira, nuk i ka munguar mundësia, por që nuk ka qenë, le të themi deri në këtë çast e majtja e tij më e mirë mundshme. Megjithëse ka shumë kohë, ka shumë lojë dhe me shpresën që do të bëjmë diçka në këto minuta të mbetura të pjesës së parë, pra pasi luhet minuta 42. Alushaj, Lushaku, Vata, Tasho, edhe njerë, Hikollari, Lushaku, për Tashon që qëndron një pik ku jep edhe qetësi, besim pjesë tjetër të skuadrës, si një praparoj besnik të gatshëm për të mbyllur gjithçka. Bashkë me Hikollarin për shkojmë televizit të bukur të Gjatit, të Vata, mundësia për pasim, nuk arrihet ky pas drejt Gjatit, gjithsesi Lushaku me shumë klasë, provon zonën, edhe një Lushaku këmbgulja e tij Gjat, edhe shumë le të themi me grind. Vata, Aliaj, luan mirë Partizani, Tasho, Alushaj e umbet në një zonë ku do të tregojmë kujdes, por dalja e portierit Ersi Maloku, i cili me qetësi e kalon dhe zona ku ndodhet Alushaj dhe shkëmbje ka Alushaj për një çast. E mbron me forcë, por do të tregojmë të kujdesshëm. Hikollari, një gabim i mbrojtjes së Partizanit, Laloti, gjithmonë Laloti, goditja dhe pa besueshme. Shikoni çfarë ndodh në minutën e 43. Pësojmë një gol. Por nuk duhet të demoralizohemi në këto çaste. Feston skuadra Skënderbeut. Jemi drejt fundit të pjesës së parë. Kush do ta imagjinonte këtë rustat, këtë gol në këtë çaste, por që ky është futbolli pra. Në zonat e rrezikut, duhet të tregojmë më korrekt me veten, duke bërë maksimum për ta larguar, pasi nga momenti në moment mund të ndeshkojmë. Dukshëm i zëmëruar Hikollari, por nuk ka vend për ta dramatizuar, pasi do të rikthejmë patjetër buzëqeshën dhe avantazhin. Kemi besim te kjo skuadër, është vërtet një skuadër që ka dhuruar shumë emocione, shumë gola, por me pak besim, me pak përqendrim mund të arrijmë, si në këto çaste. Shikoni çfarë bën Lushaku, Aliaj, Vata. E nisi me një lloj qetësie Partizani për të shënuar me një, le të themi, me një ftohtësi, por që nuk i shkoi përmbar në 43 minuta. E më pas vjen ky gol që u shënua pra nga Laloti. Madje është ndeshkuar Laloti për atë festim, për heqjen e fanellës, me karton të verdh, duke shënuar numrin e 3 kartona të verdh për Skënderbeun, pra pas binishtit Matës, tashmë edhe Laloti ndeshkohet. Ndaj dhe le të themi ky është një plus për sulmin e Partizanit, si në këtë çast Alushaj mund të arrijë në limite, e mban Kleron Alushaj, provon në zonën aty ku janë vetëm uniformat e bardha, gjithsesi topi shkon drejt Hitajt. Alban Hitaj, lëviz mirë, futet në zonë krossimit Tokazi, vjen dhe Himallari që nuk preferon një rëvendësore, kroson drejt zonës së Gjati, mundësia e Lushakut, por vjen të hyrja e mbrojtësit të Skënderbeut që kanë mbetur dëmtuar, por loja vijon normalisht me Alushën që këmbgul dhe krosimi drejt Hitajt, e tashmë Partizani që provon edhe herë me Himallarin. Vazhdon të jetë shtrirë lojtari i Skënderbeut, Himallari lëviz mirë
qiron të djathtën, të majtën, djathtën edhe më pas shkon në këndore. Por prej disa momentesh lojtari Skënderbeu qëndron të shtrirë në tokë, edhe pse nuk pam një përplasje të fortë. Gjithsesi do duhet të ndërhyjë stafit mjekësor, ndërkohë që Himallari u mundua të bënte më të mirën, por fitoi vetëm një goditje këndje 3 për Partizanin. Luhet pra minuta 47 ose më saktë minuta e 2 se pjesë së parë nuk kemi arritur të mësojmë kohën shtesë, por që do të vijohet të luhet të paktën më shumë se 1 minutë. Dhe shikojmë çfarë sjell kjo goditje këndi, teksa gjithë rreshtohen aty në atë zonë për ta sulmuar. Topi drejt të zonës së vatës, largohet nga mbrojtja. E më pas këmbgul Partizani, por nuk ka më kohë mbyllur kjo pjesë e parë me rezultatin 0-1, një gol shnuar nga Laloti në fundin e kësaj pjese, eksaktësisht në minutën e 43. E mban avantazh Skënderbeun, por shpresojmë që në pjesën e dytë të kemi Partizan akoma më kërkues, më sulmues për të përmbysur gjithçka, pasi vërtet kemi potencialin. Shihemi të dëgjojmë pas pak në pjesën e dytë.
Bravo!
Provon Gjati, Allusha, Himallari i largohet nga këmba, tashmë këmbgul Partizani, janë minuta vërtet emocionuese. Është minuta e 82 sa po ka hyrë, por Partizani pas golit të barazimit nga Odisea Gjati po këmbgul me të gjitha mundësitë, me të gjitha forcët, duke qenë se dhe Skënderbeu luan me një lojtar më pak dhe po përpiqet të mbrohet me të gjitha mënyrat për të arritur këtë barazim shumë të rëndësishëm për Skënderbeun, por që Partizani ka shpërnduar, ka pasur shumë mundësi dhe për të ardhur keq që është ky rezultat në këtë çast. Topi i zonës. Vata. Provon Gjati edhe një herë. Këmbgulja e Gjatit largohet me forcë tashmë nga mbrojtja. Nuk ka asnjë lojtar përpara të Skënderbeut, vetëm Lataj dhe Alia që ndrojnë pranë vijës së mes të fushë. Pjesa tjetër janë të gjitha afër zonës, duke kërkuar me ngulën edhe rrezikun në golin e momentit, që do ishte vërtet shumë i drejtë në këto çaste. Duke qenë se Partizani ka bërë shumë volum loje, ka kryer shumë raste shënimi, si në këto çaste Vata futet në zonë, është Himallari që nuk ka nitur kuda siç duhet, gjithsesi ka akoma për një tjetër sulm, për një tjetër mundësi, teksa Lushaku, Himallari provon me forcë një lojtar Skënderbeu vjen të qëndrojë shtrirë në fush, madje topi kalon në trajektorin në drejtimin e lojtarit me numrin 11, autorit të golit Laloti. Por që Partizani pra me të gjitha forcat ngrihet nga dalë Laloti nga gjithë serioze, edhe nga këndi edhe nga pamje gjithçka. Dukshëm që Laloti nuk kishte një tentim të fortë serioz, por që ndërpreu këtë moment Partizanit. Shkëmbi nuk ka një dot shkoni ka dalë edhe Ersi Malogu për t'jarë ndim skuadrës Aliaj, gjithmonë Artur Aliaj. Nuk arrihet këto drejt Allushajt, një herë kalohet prapa tek portieri Maloku, Lataj. Minuta vërtet emocionuese në këtë çaste, teksa krosimi drejt Vatës, Himallari, goditja që bllokohet, e tashmë Aliaj, këmbgul dhe bën mjaft mirë, por nuk i shkon deri në fund. Ndërsa e dërzon shumë lehtë lojtari i Skënderbeut, Lataj. Gjati. I vjen ndim në shkëmbi, provon i vetëm Gjati. Krosimi drejt zonës së Allushajt. Mundohet ta stopoj. Vata. Gjithmonë vdion Vata. Shkëmbi tashmë. E kërkon Vata. Topi është për të lëvizje bukur dhe goditja që bllokohet. Provoi ta zgjidhte vetë Dion Vata. Gjati. Topi drejt zonës, shumë fanella të bardha. Një zonë vërtet pamundur, por tashmë që mund të provoj me Lushaku, gjithmonë Lushaku e godet lart kuadratit, e pa besueshme. Edhe një herë si për të konfirmuar që fati nuk është në ditën e Partizanit, të tilla raste kanë pasur gjatë të gjithë këtyre 85 minutave të shumta. Keqardi, por edhe duhet të marrim mësim nga këto momente, duhet ta fokusojmë dhe ta kemi më preciz gjuetjen. Gjati, krosimi drejt zonës i Himallari, e ndrengen me kohë, pas provon ta godas, por shkon vetëm jashtë.
Do duhet një marrje më mirë, lehtë dhe për ta kontrolluar me tokë. Shkëmbi. E kalon tek Maloku, i cili me forcë përbon të zona e gjatit. Irvin avancoi për këtë Skënderbeu. Tasho. Gjergji. Shkëmbi nuk arrin del fitues lojtari me numrin 20 i Skënderbeut, por për një çast tashmë është Partizani që kanë kontroll. Artur Aliaj. Gjati. Shikoni mundësi mirë Partizani, niset Odisea Gjati, Alushaj, Gjergji në rrëmuesi për topi që përplasë, shkon drejtë në duart të portierit Zaimi. Ka përmendim në radhë Partizanit për një top të prekomentor, por me të drejtë gjyqtari lejon që doja të vijojë normalisht pasi ka topi goditur në atë mënyrë në trup e jo në dorë. Pra një pjesë tjetër të trupit. Himallari niset përbon zonën, gjithmonë Nelson Himallari, del mirë, tashmë pasimi, Vata, Alushaj, hap shalet për të krijuar një korridor, por mund ta godisë edhe vetë Kleron Alushaj. Tashmë është Aliaj. Vata, Himallari, Aliaj, futet në zonë, pritet krosimi, është Tokazi, pa besueshme. Nuk shkon ai top drejt sulmit ton, Shkëmbi. Vata. Tasho, Himallari, e me njëshme goditja, ndërhyn portieri Zaimi. Që edhe ai ka bërë një paraqitje fantastike për Korçarët me disa ndërhyrje decisive. Ndërkohë që Skënderbeu bëhet gati për një tjetër zëvendësim, Partizani vijon me sulmin e radhës. Ka koma lojë, janë 3 minuta për të luajtur, përveç kohës shtesë. Por që të përgatitur për disa minuta tjera kërkuese, dominuese, por gjithmonë duke shfaqur kujdes të veçantë edhe tek ndonjë sulm i fundit i Skënderbeut. Vërtet jemi në një barazim, por skuadra jon po përpiqet maksimalisht për të siguruar fitoren. Edhe një kërkohet zona. Tasho, mundësia, e kodet jashtë kuadratit, e pabesueshme. Marin Tasho, i cili i qenë në zonë duke ardhur ndihmë sulmit. Bëri maksimumin atë pozicion, duke qenë se është edhe një mbrojtës qendre. I kërkohet më shumë përqendrim sulmuesve, atyre që kanë le të themi kanë shpërdoruar shumë. Shkëmbi. Mundësi e mirë. Vata, Allusha e lehtë jashtë, por është devijuar. Goditje këndi për Partizanin. E 7-ta. Tjetër moment shumë i vështirë në portën korçare. Sërish ndërhyn në Zaimi. I cili e shkelmon me forcë. Aliaj. Luhet minuta e fundit e kohës së rregullt. 6, shikojmë me sinjalizimin e Sokolit, pra gjyqtarit kryesorit. Janë 6 minuta tjera shtesë, përveç kohës minutit e sekondave që kanë mbetur për të luajtur. Tasho. Shkëmbi. Niset Partizani. Edhe një herë Shkëmbi. Gjati. Provon krosimin. Largohet nga mbrojtja, por ka flamur të ngritur.
E merr me qëtësi Skënderbeu pasi është plotësisht i pajtuar në Eurostat, duke qenë se edhe skuadra Korçare nuk është se ka rrezikuar shumë, nuk ka qenë skuadër që ta vënë vështirësi Partizan përveç momentit e golit, një gol që më shumë më le të themi u dhurua nga skuadra jonë, por që arriti Gjati ta barazonte në minutën e 65. Një gol mjaft të bukur. Tasho, Lataj, Aliaj, shkëmi tashmë. Gjati, përvondi vetëm Gjati, mbet kontrollin, por nuk duhet të shkaktoj faull. Aliaj, Vata, mundësia Allushaj, gjithmonë Allushaj, goditja, blokohet. Tjetër moment. Vata. Ka dhe shenja nervozizmi, duhet të rregojmë të qetë në këto sekonde, këto minuta të fundit. Himallari! Jashtë skuadratit, tjetër moment, tjetër mundësi. Për Partizanin, çfarë fati ka pasur skuadra e Skënderbeut në këto 92 minuta. Vërtet një sfidë me shumë emocione të forta. Tasho, lëviz mirë. Provon të kalohet post top drejt qendrës, por nuk arrihet. Gjergji tashmë. Gjithmonë Etienne Gjergji. Ndërhyrje në pozicion Skënderbeut, tërmjetësor Partizani, nxiton skuadra kuqe. Teksa jemi në mbyllje të minutës së dytë, shtesë në 4 për të luajtur. Lushaku. Provon zonën, por të gjithë që përgatitur për një top të thjeshtë, një pasim në këmbë pra. Aliaj. Gjergji. Gjithmonë Gjergji, shikon zonën, krosimi është drejt Himallarit, largon mbrojtja. Këmbgul Vata. Shkelmon me forcë Laloti. E dërgon topin në tribun, aty ku nxiton Partizanin. Do të përsëritet edhe një herë. Është goditje dënimi. Një top i prekur me dorë. Dhe një mundësi për një tjetër krosim drejt zonës. Teksa po mbyllet minuta e 3 shtesë. Krosimi drejt Vatës në rëmuj. Lata e godet Gjergji dhe ka shënuar Partizani. Përmbys gjithçka skuadra kuqe, si gjithmonë me gola e tij. Me të minutave të fundit Etienne Gjergji. Një emocion të tillë kemi parë dhe kemi shijuar gjatë ndeshjes ndaj Vllaznis. Një gol nga ky person, pra nga Etienne Gjergji, e tashmë është shtyn në rrjet. Arriti të shënonte edhe pak çaste më parë, por që u zhvlerësua për shkak të flamurit të ngritur në të njëjtën mënyrë, pothuajse tashmë Partizani ka kthyer avantazhin në minutën 94. Nëse do ta quajmë, do t'i vëjmë një emër kësaj ndeshje, do të quajmë gjyna nëse Partizani nuk do të arrinte të fitonte këtë sfidë. Për atë që ka dhënë në fushë për futbollin e luajtur, pra për rastet, mundësitë, spektaklin. Por që Skënderbeu në të njëjtën mundësi që ka pasur gjatë gjithë takimit e ka finalizuar. Por tashmë do të shikojmë këto minutat e mbetura, se si do reagojë skuadra Korçare që tashmë gjendet në disavantazh, pra një përmbysje Partizanit në të 65-ën Gjati dhe tashmë në kohën shtesë Gjergji. Partizani bëhet gati për 3 zëvendësime. Pra kemi gatshëm me hyrjen në fushën lojës Kajatshkën, Shkrela dhe Myslymin, pra Marin Myslymin.
por që më pak se 1 minutë nga përfundimi i takimit nuk ka mbetur shumë lojë, del nga fusha lojës Allushaj dhe Hitaj. Alia ndjes. Gjithashtu dhe Shkëmbi. Kryen pra dhe zëvendësimet që nuk është se ka shumë kohë për të shikuar djem, gjithsesi në minutën mbetur të gjithë duhet të japin kontributin e tyre për të mbrojtur këtë avantazh shumë të merituar. Por Gjerasin i kujtoj që pas pak kemi dhe sfidën e radhës, atë të 8 vjeçare mes Partizani Skënderbeut, me shpresë për një tjetër fitore, një tjetër rezultat pozitiv. Tasho, topi drejt Gjatit, mundësia për shkrelën, sulmon Gjati që akoma ka freski në këmbët e tij, i pa lodhur. Ky djalë që ka vrapuar shumë kapiteni pra. Tashmë pra bëhet gati për t'i dhënë edhe sinjalizimin përfundimtar sfidës Sokoli, por e ka lejuar edhe këtë aksion. Nuk ka më kohë mbyllet këtu pra, me fitoren e skuadrës kuqe, një fitore vërtet shumë emocionuese me përmbysja 2-1. Ishte Skënderbeu që kaloi parë në avantazh me anë të Lalotit në fund e pjesës së parë, ndërsa Partizani përmbyt gjithçka në minutën 65 Gjati e në minutën 94 Etienne Gjergji. Duke falenderuar që na kanë ndjekur, qëndroni me ne pasi kemi të tjera emocione këtu në Partizani Channel.